Kryeministri Edi Rama së bashku me përfaqësues të qeverisë dhe të sistemit të drejtësisë mori pjesë këtë të njëjtë në një tërheqës të përbashkët ku u prezantua konkursi ndërkombëtar për projektin e qendrës së re të drejtësisë. Projekti parashikon ndërtimin e një poli urban të godinës së drejtësisë me një sipërfaqe mbi 52.000 metra katror, i cili do të integrohet në mënyrë të plotë në sistemin e Albania. Në fjalën e tij, Rama kërkoi nga drejtësia që të përfaqësojë teknologjinë si mjet për të përmirësuar shërbimet ndaj qytetarëve dhe për të bashkëpunuar me strukturat e tjera të shtetit. Një rol të rëndësishëm sigurisht ka qeveria e gjyqësorit dhe duhet ta luajë këtë rol, por ndërveprimi me sistemin tërësor të Republikës së Shqipërisë është i domosdoshëm. Të gjithë e marrim ujin nga i njëjti burim, por secili e hap dhe e mbyll rubinetin sipas nevojës tij. Nuk mundet dot që në emër të pavarësisht të kërkojmë secili hidrocentralin e vet për të marrë energjinë dhe secili ujësjellsin e vet për të marrë ujë. Rama paralajmëroi gjithashtu ndryshime në tregun e ndihmës ligjor, duke propozuar përdorimin e inteligjencës artificiale për të kryer detyrat e tyre. Unë besoj që nuk them në një çudi nëse them që në 4-5 vite e ardhshme ndihmësi ligjor nuk do ekzistojë më si profesion. Do jetë inteligjencë artificiale. Thuhet se jo vetëm ndihmësi ligjor, po edhe të tjerë, por flasim për ndihmësi ligjor. Dhe nëse ju doni që ne të punojmë me një projekt për ndihmësin ligjor me inteligjencë artificiale, unë ju siguroj që brenda një viti ju do keni një ndihmës ligjor që do jetë në një nivel shumë më të lartë se gjithë ndihmësat ligjor që keni, për shkak se do di shumë më tepër. Sa i përket ndërtimit të qendrës së drejtësisë, Rama vlerësoi se për përfundimin e plotë do të jenë të nevojshme të paktën 5 vite. Projekti synon jo vetëm të përmirësojë infrastrukturën e gjyqësorit, por edhe të rrisë efikasitetin dhe transparencën e sistemit të drejtësisë në Shqipëri.